Në ambientet e shkollës nëntëvjeçare Zemra e Krishtit u zhvillua një aktivitet festiv i veçantë ku nxënësit e klasave të pesta dhuruan një shfaqje plot ngjyra, emocione dhe krijimtari për të pranishmit. Nën kujdesin e mësuesve dhe mbështetjen e stafit pedagogjik, të vegjëlit sollën për publikun interpretime të ndryshme, dramatizime, këngë dhe recitime. Ky aktivitet festiv erdhi në mbyllje të vitit shkollor si një mënyrë e bukur për të përmbledhur punën dhe përpjekjet e bëra përgjatë këtij viti. Në këtë atmosferë festive, nxënësit jo vetëm që festuan arritjet e tyre, por edhe përgatiten për të nisur një cikël të ri në rrugtimin e tyre në fushën e dijes. Sot shkolla jonë organizon shfaqjen dhe ndarjen e certifikatave për nxënësit e klasave të pesta, të cilët mbyllin një cikël të rëndësishëm dhe fillojnë një cikël edhe më të rëndësishëm me më shumë sfida dhe me më shumë mundësi. I uroj sukseset më të ishme. Programi është i pasur me interpretime, dramatizime, humore, këngë të ndryshme që nxënësit i kanë përgatitur në bashkëpunim me mësuesit që i kanë ndjekur gjatë këtyre 5 viteve. Ky aktivitet është një shembull i bukur se si shkolla nuk është vetëm një vend për të mësuar, por edhe një hapësirë ku zhvillohet arti, kultura dhe bashkëpunimi që në moshë të vogël.